Ilir Venosi pritet të eliminohet të shtunën nga Big Brother VIP Albania. Pas ditën e djeshme, shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 u trondit nga një përplasje e ashpër, ku Ilir Venosi shfaqi një nivel të lartë agresiviteti ndaj banorit të ri, Eugene Plovishti. Situata, e cila degeneroi pa ndonjë shkak madhor konkret, desh përfundoi në përplasje fizike, nëse nuk do të ishte për ndërhyrjen e shpejtë të banorëve të tjerë që bllokuan Ilirin. Ky shpërthim nervozizmi dhe tentativa për dhunë nuk pritet të kaloj pa pasoja nga ana e vëllait të madh. Burime dhe diskutime të shumta në rrjet sugjerojnë se produksioni pritet të mbajë një qendrim të prerë këtë të shtunë. Skenarët e mundshëm për fatin e Venozit janë dy: një nominim automatik dhe dërgim në televotim të menjëhershëm. Në rastin më të keq, përjashtim i menjëhershëm për thyrje të rregullave themelore që ndalojnë dhunën fizike dhe atë verbale kërcënuese. Të gjithë syt janë drejtuar nga spektakli i së shtunës, ku do të jepet verdikti final për këtë incident që prishi ekuilibrat e shtëpisë në kohë rekord.